Jemi rikthyer në ekranin e Vision Plus në këtë maraton elektorale. Tashmë në studio na është bashkuar edhe deputetja Flutra Açka. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, zonja Açka. Mandati juaj përfundon në 9 shtator. 9 shtator, në mbrëmje. Derisa do të jetë më pas parlamenti i ri i cili do të prodhohet nga këto zgjedhje që të cilat po zhvillohen sot në Tiranë. Deputete e qarkut Elbasanit, si e shikoni në fakt? Si shikoni, ndalemi në tërësi në zgjedhjet e 11 maj dhe pastaj ndoshta edhe në qarkun Elbasanit. Në tërësi e shoh, domethënë, ndoshta edhe për shkak të rregullave të reja, të trajtimit të fushatës, ndoshta ka një lloj kurimi në kuptimin e qetësisë, është më e qetë fushata, ka qenë më e qetë fushata, paktën fushata që kam gjetur unë ka qenë më e egër, ose ka ndonjë gjë në shtresë dhe ne nuk e kemi parë dhe ndoshta do të japi rezultatet sot, ose vërtet shqiptarët, ose partitë politike kanë kuptuar që nuk mund të vazhdojmë dot me sloganin për shkuar në Europë dhe të sillemi si jo europian, kur pikërisht data e zgjedhjeve tregon se sa europian je. Aty fillon në një farë mënyre. Përsa i takon përgjithësi, shoh më të vakët, ndoshta kjo vakësirë vjen dhe për shkak sepse pjesa e leadershipit, që një pjesë e mirë është e mbyllur, nuk ka qenë dhe shumë aktive. Kjo mund të ketë penguar, duket sikur ti do të shkosh kërkosh vot, po nuk është e lehtë të shkosh kërkosh vot abstrakte, vot në përgjithësi për partinë. Ai thot ti ku je? Këtë pyetje të bën të paktën nga përvoja ime në zgjedhjet e vitit 2021, thot në cilin vend je, në cilin numër je. Pra në kohën që ti nuk ke mundësi t'ia thuash këtë gjë, do thot ti ke një lloj stepje, ke një lloj trembje, ke një lloj turpi. Pra ky turpërimi që deputetët i bën vetes tyre, pa kuptuar që në fakt po ja kishin bërë vetes tyre, kjo ndoshta i dha edhe kësaj fushate i dha këtë lloj droje. Po e quaj si drojë se s'dua ta sot jemi mbledh, domethënë jemi në studio dhe kemi detyrimin t'i themi shqiptarëve të vinë të votojnë dhe mendoj se kjo e dha atë drojen që leadershipi nuk kishte fuqi përveç asaj që dihet në studio televizive, nuk ka pas mundësi të shkojë drejt për drejt të shqiptarit thotë më voto mua sepse unë të garantoj ty këtë mbas 11 majit. Ju jeni deputetë... Pra në një farë mënyrë kanë dëshkuar partitë e tyre, kanë dëshkuar veten e tyre. Mendoni ju që pjesëmarrja do të jetë e lartë apo e ulët në këtë? Nuk di të them, është ende herët, ndoshta dhe shqiptarët janë bërë disi europian, tani duam s'duam ne, nuk i fillojnë gjërat, nuk bëjnë me rreshtore, nuk bëjnë me rreshtore të njohura. Megjithatë, për sa i takon, po them, votuesit socialistë janë mësuar të jenë besnik edhe do të shkojnë një ditë, do shkojnë dhe më shpejt brenda orës 11-12 i kanë mbaruar punët. Çështja është të zgjojmë grind, të zgjojmë njerëzit që i kemi mërzitur, njerëzit cilët nuk duan të dalin nga shtëpia, janë mërzitur me ne, me politikën, po flas përgjithësi. Elektorati gri. Këtë elektorat ne duhet ta zgjojmë sot sepse ka shumë rëndësi edhe vullneti i tyre në mënyrë që të kuptojmë qartë në fakt se çfarë po bëjmë me Shqipërinë. Nëse ne nuk kemi zgjojmë sot grind të vinë në kutinë e votimit, do thotë që ne kemi një problem shumë të madh me zgjedhjet. Janë mbi 2000 kandidatë në këto zgjedhje. Janë 11 subjekte zgjedhore, parti edhe koalicione. A arrin këto të paktën nga emra që ju njihni në lista, apo partitë të cilat garojnë dhe koalicionet, arrin ta zgjojnë elektoratin gri? Shiko, nuk ka qenë performanca e ne nuk kemi parë të 2000. Të jemi realist. Si mund të pretendojmë ne që mund të zgjedhim mes tyre të 2000-ve, kur ne nuk ja dim as zërin këtyre të 2000-ve. E para se të kaloj në këtë gjë, më duket pak e tepruar, jo se është secili ka drejt zgjedhjet dhe të zgjedh, por çështja është, përdesa Shqipëria i pas ka 2000 njerëz që mund ta përfaqësojnë denjësisht siç duhet. 2000 për 100. 2000 për 140 do thotë ne jemi në kuota fantastike. Po mos është ky një lloj populizmi që erdhi edhe për faj të gabimeve që bën ose mos besimit që mund të kishin flas për partitë e reja, këto në përgjithësi kjo skakjera politike, por i shikoni edhe fushatën kur u zgjodh presidenti. Ka Shqipëria 500 president? Se kishte 500 të paktën me sa u tha lart e poshtë po flas nëpër media, nëpër median sociale, 500 kandidatura të dukshme për president. Do thotë ne jemi në kota fantastike që mund të zgjedhim mes kësaj morie. Megjithatë, mendoj se njerëzit më të zërshëm në këto 2000, të cilat u futën një pjesë e tyre edhe për arsye se do të mbushur lista, të kuptojmë të jemi të qartë. Çështja është pse këto partitë, nuk flas partitë e reja, po partitë domethënë që kishin më pak mundësi zgjedhjeje, pse nuk u bashkuan? Kjo është një pyetje shumë e madhe, një pyetje shumë e madhe që duhet të marrë patjetër përgjigje transparente. Se ne nuk dim asgjë çfarë ka ndodhur, pse ky poli i tretë që mund t'i mblidhte, mendoj nga tëra këto
po them 9 të tjerat, mund të ishim ledhur, të ishim grupuar 9 të tjerat bashkë, paktën, nëse jo me grupin themelor të partive, të tjerat, 9 grupe të tjera, që janë dhe ato një pjesë të tyre janë grupe, pse nuk u grupuan dhe të zgjidhshin 140 deputet, ose 186 sa kërkonte lista, më të mirët e atyre sa i takon të 1500 të tyre. Ky është një problem i madh, ndoshta është për shkak të përvojës. Kam përshtypjen se një pjesë e madhe e tyre, përveç se kërkojnë largimin e 2 liderëve kryesor edhe ndryshimin e kësaj klase politike, kanë nga ato që kanë edhe ndarje ideologjike. Sigurisht. Partia e Arlind Qorrit. Por e kuptoj që ka edhe ndarje ideologjike, madje unë mendova, besova, ose kam qenë e kësaj gjë, jo për të shkuar me atë sloganin për 8 majtës e djathtës, por sepse sot është një gjë më e rëndësishme, sot duhet marrë një kthes të jetë diçka me vokacion më patriotik, më adetar, se sa thjesht ideologjia. Pa në fund edhe ideologjia e majt, po e themi Arlind Qorrit, fundit bazën e ka të njeriu i thjesht, kështu që nuk shoh asnjë gjë të gabuar në një moment caktuar, në një ditë caktuar, të vendosim bashkë për fatet e Shqipërisë. S'ka asgjë të keqe. Shkojmë së bashku në një lidhje direkte në Kukës, aty ku është gazetarja Mimoza Ibra. Mimoza, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Si është situata në Kukës, qarku i cili prodhon 3 mandate deputetësh, është qarku më i vogël në të gjithë Shqipërinë? Po, në fakt, qarku i Kukësit është më i vogël i Shqipërisë, prodhon vetëm 3 mandate deputetësh. Procesi votimit ka nisur, është i qetë, ka një pjesëmarrje të ulët, janë paraqitur qytetarët e parë të cilët kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës, janë raportuar disa problematika të vogla në disa fshatra të tipit Arën, Topojan apo edhe në Kolsh, ku ka pasur qoftë ngatresat të materialeve zgjedhore, por edhe probleme me mjetin e identifikimit. Por janë probleme të cilat kanë marrë zgjidhje dhe aktualisht procesi po vijon i qetë. Në garë janë deputet nga të gjitha partitë politike. Vlen të theksojmë emra si Eduard Shalci, i cili është përfaqësues i Partisë Socialiste, drejtues politik dhe është kandidat në listën e mbyllur, ndërsa Partia Demokratike ka drejtues politik në qarkun e Kukësit Flamur Hoxhën, i cili e kishte një mandat deputeti dhe po garon për të dytin. Po ashtu Yusuf Çela është një emër që njihet në zonë dhe që është aktualisht deputet dhe po ashtu kërkon një mandat tjetër. Mimoza, unë të falenderoj për këtë informacion në qarkun e Kukësit. Konsiderojt një qark gati i përcaktuar Kukësi, ku nuk është se presim surpriza, apo... Ne nuk dim, ndodh me shqiptarët të mos harrojmë se ka një pjesë të mirë të diasporës nga Kukësi dhe ndoshta mund të ndikojë, ne nuk e dim kur se çfarë do të ndodh, por meqense janë 2 kolegë të mi, në garë uroj mbarësi sot. Janë 2747 zarfe të mbërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në një moment të fundit bëjnë ndryshimin, patjetër. Kështu që me interes pritet edhe vota e diasporës. Është interesante, po. Flutëra, si e ke parë qarkun e Elbasanit? Qark që në 2021 ju nxori deputete. Po, në fakt kam frikë se do të ndëshkoj shumë, pra ju thash për këtë kodin zgjedhor të mbrapsht që u votua në 27 korrik 2024, shiko, nuk e di, pra në thash, nuk gjërat janë jo aq të dukshme, nuk kanë qenë aq masive, grabitja votave, përfshirja administratës, por të mos harrojmë në Elbasan ndodhen ditët e fundit disa promovime shkollash të rindërtimit, disa vendime të cilat sigurisht kanë qenë efekte, por që do ta japin efektin ndoshta edhe qoftë për promocion para zgjedhjeve. Plus që përveç se janë vendime të gabuara, sepse nuk mund ta përdorësh, është ligji është i qartë, por pavarësisht nga kjo, Elbasani janë konkurrojnë disa kolegë të mi të Partisë Socialiste, por do t'japin llogari para se të kërkojnë vota sot në Elbasan. Do t'japin llogari pse janë kafshuar oborret e shkollave, të disa shkollave me emër të rëndësishëm në Elbasan janë shkatëruar oborret për të bërë pallate. S'kan dhënë llogari kolegët e mi. T'japin llogari për këtë, pastaj shkojnë sot kërkojnë vota për shqiptarët. Megjithatë, për paktën nga ajo që është Publika Socialiste shkojnë me pretendimin për të marrë një mandat më shumë. Për Elbasanin le të vendosin Elbasanësit, nëse ata mendojnë se shkollat mund të dhurojnë njerëzve të afërt me pushtetin, mund të dhurojnë oborret e tyre sportive, atëherë Elbasanësit le të vendosin. Është çështja e tyre, unë kam detyrimin si opozitare, po dhe si qytetare e thjesht, kam detyrimin t'ia shpjegoj qytetarëve se çfarë po ndodh. Megjithatë, për Elbasanin, të mos harrojmë çfarë ndodhi në Elbasan 2021 në krahasim me 2021,
Mendoj se situata është ndoshta pak më e qetë, por unë e druaj infrastrukturën, po them djallëzore, të heshtur që përdor Partia Socialiste, që përdorin 2021 Partia Socialiste për të grabitur vota, dhe kam frikë se po atë skenë ndoshta e ka rifreskuar në forma akoma edhe më të sofistikuara. Të shohim, jam kurioztare të di çfarë bëhet me PD-n, unë ditë them që opozita në Elbasan është më e ndarë se në çdo qytet tjetër, dhe nuk e di nëse kjo do të reflektoj sot, do të shohim. E kuptoj. Kurioztare jam. Por i shoh me vokacion të fortë edhe partitë e reja. Partitë e reja. I shoh, kam parë, më kanë ndjekur mitingjet e tyre në Elbasan, në qendra ku edhe ne si demokrat nuk kemi mundur dot të futemi aq fuqishëm. E kam ndjer praninë e tyre në terren, e kam ndjer dhe nuk e di nëse kjo do të përkthehet pastaj në mandat. E kuptoj. Ndërkohë, ju përmendët pak më parë edhe situatën në terren edhe çështjet e promovimit dhe inaugurimet të cilat janë bërë. Prokuror të SPAK-ut në terren gjatë gjithë fushatës elektorale edhe në ditën e zgjedhjeve, zyrtar të Byros Kombëtare të Hetimit. A mendon se kanë dhënë efektin e tyre në këto zgjedhje, prisje më shumë, je e kënaqur me atë që ka prodhuar? Kjo ka qenë, po them, është dhe për ata mbas është një gjë eksperimentale. Domethënë shumë shpejt, nuk është detyra SPAK-ut merret me këto gjëra, ne duam për gjëra shumë të mëdha, kur këto duhet t'i rregullojmë vetë në kuptimin e kësaj, t'i rregullojnë ligji, t'i rregullojë edhe një farë, po them, vetë ndërgjegjësimi i qytetarëve. Megjithatë, kjo është një gjë shumë qoftë dhe ajo, po them, reklama, po them kështu, e kësaj e pranisë së tyre, ndoshta kam përshtypjen, nga sa kam bërë unë, kam takuar edhe shumë njerëz në këto fushat, në për gjithë Shqipërinë kam rendur, kam parë që shqiptarët kanë një lloj vetë frenimi, nuk i bëjnë më këto gjëra hapur. Nuk flasin më kaq hapur për grabitje vote, mjep t'jap më këton. Kam përshtypjen se edhe ka filluar, të bësh europian. Kjo është aja alfa e qenit europian. Vullnetin tënd ta shprehësh në kuti, vullnetin tënd ta ndëshkosh njeriu që s'ka dhënë llogari, ta ndëshkosh të korruptorin dhe të votosh për njeriu që do të në parlament. Më duket shumë e çuditshme në fakt në Shqipëri në kuadër të kësaj që ju thoni pak më parë se edhe ne mediat kur raportojmë për zgjedhjet e 11 maj, po në përgjithësi për zgjedhjet, flasim kaq shumë punonjës policie janë në terren, kaq shumë prokuror të SPAK-ut janë në terren, kaq shumë zyrtar të Byros Kombëtare të Hetimit janë në terren. A thua se po flasin për një ngjarje kriminale dhe jo për një ditë që duhet konsiderohet një ditë feste në thonjza, sepse qytetarët kanë mundësi që me votën e tyre të shprehin vullnetin e tyre. Kam përshtypjen pranvera dhe ata vetë kanë qenë të moderuar në praninë e tyre. Nuk mendoj se kanë qenë shumë, edhe siç e kam parun të paktën, nuk kanë qenë shumë agresiv, por qoftë kjo ideja e pranisë së tyre, kujdes se nuk e dim se ku do të dalë, kush do të kape, sa sigurisht jo gjithë do të kapen, ato që do të kapen do të ndëshkohen. Ma dhe kjo ideja ndoshta, po edhe një lloj nevoje për vetë ndërgjegjësim, ndoshta. Kanë shkuar, si thua, është kaq që ecën me dy, janë një gjë që ecën me dy kuaj, mund të jetë edhe vështirë për të vendosur një baraspeshk, po mund të jetë dhe mirë për një ndërgjegjësim, po. Risi në zgjedhjet e 11 majit është vota e diasporas. Po. Qarta si të paktën gjatë gjithë fushatës, por edhe gjatë kohës së dërgimit të zarve, pam që kodi elektoral që zbatohet në Shqipëri nuk është një njëjti funksional në diasporë. Mendon që mund të sjellë diçka ndryshe vota e diasporës në zgjedhjet e 11 majit? Është një gjë shumë e mirë vota e diasporës, por njëherë ka qenë e gabuar me post. Ne kemi marrim edhe tapiti marrim me online. Apo ja. Tash i shkojmë edhe votat e diasporës i sjellim me post. Jo, ka qenë e gabuar. Kush e ka projektuar këtë gjë ka qenë e gabuar, sepse me infrastrukturën që ka Partia Socialiste, ka mundësi opozita ta kontrolloj. Unë dyshoj këtë gjë. Përveç kësaj, domethënë çështja e votimit që duhet ishte votim elektronik, përderisa i harxojmë gjithë këto para, atëherë ti harxojmë në një formë të tillë që njerëzit të shkojnë elektronikisht të votojnë sot si të gjithë qytetarët e tjerë shqiptar. Në një farë mënyrë, ditën atë ditë. Por sa do të ndikojë, këtë nuk e them dot, në rast se pjesa më e madhe e votave të diasporës do të jenë për Partinë Socialiste, kam përshtypjen që ajo ka qenë një votë e kontrolluar përpara, sepse s'ka mundësi të jesh ti një shqiptar që jeton jashtë
dhe të mahnitesh me Shqipërinë turistike, që nuk është bëm e qeverisë, është bëm me shqiptarëve të thjeshtë. Apo ja, shqiptarët kanë kuruar shtëpitë e tyre, kanë kuptuar, gjysma janë jashtë, vini, rifreskojnë, i bëjnë gatshëm për turistët, sigurisht edhe nuk ka fare po. Absolutisht ka pjesën e vet, atë detyrë ka fundja, por atë ka 12 vite, po mos bëj edhe këtë gjë, çfarë do të bëj tjetër? Apo ja, në kohën që Shqipëria do me hyrë në Europë dhe nuk është Shqipëri turistike, ç'kuptim ka? Pra nuk është ndonjë gjë aq e madhe që të mund ta pretendosh ta akaparosh të gjithën tënde dhe të harrosh fare që prit se ti je në bashkëpunim me njerëzit dhe ata e bëjnë Shqipërinë turistike. Pra, problemi është ti je jashtë dhe mos kena asnjë filtr kritik për qeverisje, kur njerëzit hyjnë e dalin nga spaku sikur me qenë në shtëpinë e tyre, kjo nuk shkon. Ka diçka që nuk shkon në këtë gjë. Pra ose është kontrolluar, ose këta kanë shpenzuar kaq shumë për ta kontrolluar, për ta matrikulluar, siç bëjnë me patronazhistët në Shqipëri, dhe kjo pastaj është, nuk e kuptoj dot që ti je edhe në diasporë, dhe të mos kesh një sy kritik dhe të mos duash që Shqipëria të marrë ajër tjetër. Mendon se në këto zgjedhje forcat e reja do të arrijnë të përfaqësohen në parlament? Nuk është herë e parë që lindin forcat e reja politike në Shqipëri. Në shumicën e tyre, në fakt, në zgjedhjet e kaluara, nëse nuk përfaqësohen në parlament, ato shuhen. A duhet të mendoj që do të përfaqësohen në këto zgjedhje dhe a duhet të kenë ato qëndrueshmëri, mos ta shikojnë si një plan afat shkurtër? Shiko pranvera, ndryshe nga në këto 30 vite, kur mezi ka kapur sondazhi Partitë e reja kanë në sondazhe kanë qenë. Kur e japin sondazhet, do thotë që ka diçka, me gjithë kontrollin e sondazheve, në sondazhet nuk janë bërë për Partitë e reja. E ata që kanë bërë sigurisht kanë një lloj, po them, tendence për t'i dhënë atyre, po them, të mëdhejve më shumë prioritet. Por megjithatë, përdesë ka sondazhi mirë, mendoj se janë edhe është ndoshta dhe momenti. Ka dhe momentin e vetë, edhe Partia e Re për të shpërfaqur ka momentin e vetë. Nuk është çështja vetëm tek, po them, një lloj konsumimit plot të Partisë Socialiste, por edhe Partia Demokratike nuk është në kuotat që duhet ishte, ose që shqiptarët prisnin. Ndoshta ky lloj, po them, ky lloj hapësire, do të mbushet mbase nga Partitë e Reja, mendoj unë. Nëse jo. Pra, por çështja është që kampi opozitar meriton të kryesojë në këtë zgjedhje dhe duhet të kryesojë në këtë zgjedhje dhe në këtë kamp opozitar sigurisht janë dhe Partitë e Reja. Se vazhdojmë ende të jemi kështu në heshtje zgjedhore, deri në orën 19. Nuk po them asgjë. Vetëm po i ftoj shqiptarët të votojnë. Unë votova, bëra detyrën time ndaj demokracisë. Votuat në mëngjes? Unë kam votuar herët, pasi do të udhtoj, por shqiptarët duhet dalin të votojnë. Si ishte? Ishte qetë, ishte shumë qetë, më duk qetë, po. Mirë, shkojmë në një tjetër lidhje, jemi në Gjirokastër, është Merzo Selimi. Merzo, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, pranvera. Është një tjetër qark i vogël, qarku i Gjirokastrës, 4 mandate deputetësh, 3-1 ndarë në zgjedhjet e 2021. Çfarë presim, si është situata në këtë mëngjes në Gjirokastër? Deri në këtë moment që po flasim pranvera, situata paraqitet e qetë, nuk kemi evidentuar probleme teknike. Procesi i votimit ka nisur normalisht në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Sot votohet në 7 bashki, përkatësimin bashkinë e Tepelenës, Përmetit, Memaliat, Pëlcyrës, Libohovës, Dropullit. Siç e thatë dhe ju, ndahet në 3 mandate, 3-1, ku Partia Socialiste synon sërish që të marrë 3 mandate dhe 1 mandat për Partinë Demokratike. Situata ka qenë e qetë gjatë gjithë fushatës, nuk kemi patur ndonjë incident të shfaqur. Gjithçka ka nisur normalisht, të gjitha qendrat e votimit janë të hapura në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Deri në këtë moment që ne po flasim, në të gjithë qendrat situata është normalisht e qetë. Edhe ka 1 orë 16 minuta që ka nisur zyrtarisht procesi i votimit. Ka interes nga ana e qytetarëve, kanë shkuar ata për të votuar? Në qendrën ku jam, ndodhem pranë qendrës së fshatit Lazarat, ka interes nga banorët e këtij fshati deri në këtë momente. Kanë shkuar për të votuar? Po. Kanë shkuar për të votuar. Merzo, të falenderoj shumë për këtë raportim. Me sa pash direkt do të kemi edhe gazetaren Blerina Cene, e cila është në qarkun e Beratit, një tjetër qark interesant në këto zgjedhje, sepse në zgjedhjet e kaluara ka prodhuar 5 mandate për socialistët, 2 për Partinë Demokratike. E kam Bela, përshëndetje, mirëmëngjes.
Përshëndetje Pranvera, mirëmëngjes. Si është zgjuar Berati sot, si është situata në qendrat e votimit në qarkun e Beratit? Berati është zgjuar me një ambient shumë të bukur, duhet të them që dita është fantastike. Megjithatë, në të gjitha qendrat e votimit kanë filluar votimin normalisht. Ajo që ishte në shkollën Shoqëri Lafra, i vetëm problem që ka ndodhur ka qenë mungesa e energjisë elektrike, që në fakt pas 30 minuta shumë rregulla dhe tashmë gjithçka është kthyer normalitetin. Në qarkun e Beratit ka në total 5 bashki, të cilat bëjnë 275 qendra votimi. Në Berat ka 116, në Kuçov 65, në Poliçan 22, në Sprapar 23 dhe në Dimal 49 qendra votimi. Ky qark në total ka 169.606 persona që kanë të drejtën për të ushtruar votën dhe vullnetin tyre të lirë, pra 169.606 zgjedhës. Nëse mund të ndalem te vota e diasporës, Pranvera, është interesante ka numri i emigrantëve që kanë votuar dhe që i kanë sjellë zarfet në KQZ ka qenë goxha i lartë, nga 15.895 zarfe që janë dërguar në diasporë, kanë rritur 11.279 të tilla. Pra mund të themi që minimalisht duke marrë në konsideratë ose duke vendosur në raportet dhe peshore me rezultatet e 2021-shit, të paktën një mandat prodhohet nga vota e diasporës. Do doja të ndalesh atë rezultati, sikur edhe ti e përmende pak më herët, në 2021-shin në qarkun e Beratit që prodhon 7 mandate, sikur edhe ti e njoftove, 5 të tilla i mori Partia Socialiste dhe 2 i mori Partia Demokratike. Në vitin 2021 ka qenë parja më e ulët e regjistruar ndonjëherë në zgjedhje në qarkun e Beratit, në fakt do të bëhet për të parë nëse beratasit do t'i drejtohen qendrave të votimit sot, apo do të ketë edhe një ulje të mëtejshme. 44.2% ka qenë pjesëmarrja në vitin 2021, ku nga 183.000 zgjedhës kanë votuar 80.000. As në kohë Partia Socialiste mori 55.97% të votave, pra më shumë se gjysma. Partia Demokratike 30.44% dhe Lëvizja Socialiste për Integrim 11.12% që e përkthyer në vota, në fakt është 8.409 vota, por që nuk arriti të prodhojë dot një mandat për këtë qark të Beratit. Do kujtoja edhe që në qarku të Beratit është duke u mbikëqyrur nga 293 forca policie në këtë qark, sikur edhe veçantia përveç të votës së diasporës është edhe rritja e task forces që është njoftuar një muaj më herët nga prokuroria e posaçme. Ky qark është nën varësinë e prokurorit që heton krimin e organizuar, Behar Dibra. Po, nëse nuk kemi detaje të tjera, unë do të falenderoj për të rikthyer sërish bisedës në studio. Kemi detaje të tjera për të theksuar nga situata aktuale? Jo, aktualisht nuk raportohen probleme me qendrat e votimit, presim në orët në vijim të cilat do të jenë vendimtare për këtë ditë që përcakton legjislaturën e 11. Të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë Bela për informacionet, shpresojmë që të vazhdoj situata kështu të jetë e qetë në të gjithë qarkun e Beratit. Shkojmë në Dibër, është Dritan Kurti. Dritan, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Pranvera. Si është situata në Dibër në këtë mëngjes? Për momentin situata është e qetë, votimi njoftohet se ka nisur në të gjitha qendrat e votimit të qarkut, në të 4 bashki. Ka patur disa probleme të vogla teknike në fillim me zëvendësimin e disa komisionerëve, por që nuk kanë penguar procesin. Pra situata është e qetë, votimi pothuajse ka nisur normalisht në të gjithë qarkun. Po, sipas raportimeve të 4 KZAZ-ve në qarkun e Dibrës, momentalisht votohet në 222 qendrat e votimit të këtij qarku. E kuptoj. Dritan, të falenderoj edhe ty për informacionet. Kishim disa qarqe, kishim Gjirokastrën, kishim Beratën, kishim Dibrën. Të paktën në Dibër nga socialistët pritet që të ketë, pretendojnë për një ndryshim rezultati, nuk e di se sa e mendon. Mund të ndryshoj rezultati, po t'i hodhësh ti asfalt ditën e fundit para zgjedhjeve rrugës së Borovës, patjetër po. E kishim bërë pasqyrë, ditën e fundit kam kaluar aty, pardje kam kaluar aty. S'është normale. Këto do të kap spaku.
Është qarku i Beratit, është qarku i Gjirokastrës. Dua të ndalem tek këto dy qarqe, te Berati edhe tek Gjirokastra, sepse në zgjedhjet e 2021-shit opozita garonte me lista të ndara, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Në këto zgjedhje janë një listë, por të gjithë e dim që Lëvizja Socialiste për Integrim, sot Partia e Lirisë, nuk ka të njëjtën peshë elektorale që ka pasur në zgjedhjet. Kjo ngelet për të parë, prap nuk është se do ta shohim nga kandidatët se sa vota ata do të marrin, por dukshëm është një votë e cila nuk do të jetë njësoj siç ishte në zgjedhjet e kaluara. Ne nuk e dim kurrë se çfarë ndodh në kutitë e votimit, por përderisa simpatizantët, militantët e Partisë Socialiste e Partisë së Lirisë janë ende aty dhe janë në koalicion me Partinë Demokratike, mendoj se votën e tyre nuk ku do ta çojë votën e tyre. Dukshëm sepse një pjesë e eksponentëve janë bashkuar tashmë me Partinë Socialiste. Një pjesë, ne nuk e dim sa. Nuk kemi ndonjë informacion të qartë se sa. Një pjesë e tyre. Por nuk i dihet kur, ndoshta një pushtet i pritshëm i demokratëve, meqense janë në koalicion, mund të jetë një gjë shumë e mirë për ta, kështu që nuk mendoj se mund të jetë kaq e prerë kjo gjë që të gjithë kanë shkuar siç pretendojnë të paktën socialistët. Nuk e mendoj këtë gjë. Pasi kanë bashkëpunuar në 2023 në zgjedhjet lokale, të mos harrojmë siglën për Sali Berishën, ja dha Partia e Lirisë, kështu që mendoj se ato janë në flirtin, në marrëveshjen e tyre. Janë indikator zgjedhjet e 2023. Ta mbyll pranverën, nëse kanë ikur disa element flas të leadershipit për shkak të interesave të tyre të veta, të vogla, të mëdha, s'ka rëndësi, nuk do thotë që kjo është formula që funksionon deri në të gjithë piramidën e partisë. E kuptoj. Janë indikator zgjedhjet e 2023, duke qenë se ishin në koalicion bashk. Po sikur janë zgjedhje lokale, nuk janë të njëjtën, po them nuk janë fokusi nuk është i njëjtë, arsyeja nuk është e njëjtë, kështu që nuk është shumë për të marrë, nuk është më thënë aq evidente për të marrë, ne do të më shumë të krahasohemi me 2021-shin, sigurisht që partia, po them kampi opozitar duhet të kalojë 2021-shin, dhe madje që të vinë në pushtet, por disa rrethet paktën duhet mbajë Elbasanin, ne mos ta përmirësoj Elbasanin, të përmirësoj Durrësin, që janë qytete më të rëndësishme, sigurisht Tirana ka pjesën e Luanit, që duhet të i kaloj, flasëm, po them 14 mandate, 13 mandate të vitit 2021. 15 mandate të vitit 2021, shën 2 Lëvizja Socialiste për Integrim. Që i bie 17 mandate, duhet i ka përcej 17 mandatet, po dhe mandatet e veta, bashkë me LSI-n, ti ka përcej 17 mandatet. Të shohim, jam kurioztare, sikur se ju. Shkojmë sërish në Shkodër, nuk jemi me Sido Barkën tashmë, jemi me Bepin Kolvatën. Bepin, përshëndetje. Pranvera, përshëndetje. Ku je i pozicionuar në Shkodër në këto momente dhe si paraqitet situata aty? Në fakt janë pozicionuar në qendrave të votimit në qendër të qytetit të Shkodrës, janë në fakt qendrat e mëdha ku ka një numër të konsiderueshëm votuesish, e vendosur pikërisht pranë filialit të postës, ku ka nisur procesi, ka nisur diku rreth orës 17-12 minuta në këtë qendër votimi për shkak të vonesës së mbërritjes së operatorëve dhe hapjes së bazës materiale, por që tashmë qytetarët po votojnë dhe çdo gjë është në normalitet sa i përket kësaj qendre, por dhe sa i përket pjesës më të madhe të qendrave të votimit që i përkasin qytetit. Vështirësitë më të mëdha dhe ende procesi nuk ka nisur në një pjesë të njësive administrative dhe kryesisht në fshatra. Deri në momentet që ne flasim nuk ka nisur procesi thuajse në gjitha qendrat e votimit të zonës së Dugaxhinit, madje në Bruçaj nuk dihet se kur do të nisë, pasi qendra e votimit ku është pozicionuar për këtë fshat nuk ka furnizim me energji elektrike dhe pritet që në këtë zonë të dërgohet një gjenerator. Ndonë se ishte sinjalizuar më herët edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe vetë strukturat e tjera të cilat kishin në ngarkim për saktimin e qendrave të votimit se nuk do duhej të vendosej edhe në këtë zgjedhje në këtë pikë kjo qendër votimi për shkak se nuk ka patur kurrë energji elektrike, ajo sërish është përcaktuar si e tillë në këtë pikë dhe përpasoj ka një ngërç që ende nuk është zgjidhur. Edhe në zonat e tjera të Dugaxhinit për shkak të mos mbërritjes ende të operatorëve dhe të komisionerëve nuk ka nisur procesi dhe pritet të nisë diku rreth orës 9:30 apo edhe rreth orës 10 për shkak të largësisë dhe problematikave që ka me mbërritjen e tyre në këto zona të thella malore. Njëjta situatë paraqitet edhe në zonën e Kelmendit në Malësi të Madhe, si dhe në disa qendra votimi në Bashkinë e Fusharzit, ku edhe atje më raportohet që ende nuk ka nisur procesi i
votimit. Ndërsa sa i përket pjesës tjetër të territorit të Bashkisë së Shkodrës dhe gjithë qarkut të Shkodrës, po votohet normalisht dhe nuk raportohen problematikat paktën sa i përket këtyre orëve të para, kur po flasim për rreth një orë e pak që ka pra nisur procese dhe që natyrisht do të mbetet për të parë se si do të jetë vazhdimësia e tij, duke patur parasysh këto problematikat raportuara në këto zona, por edhe dinamikës që sjell dita, sepse kujtojmë edhe nga përvoja zgjedhjeve të shkuara që her pas here procesi mund të ketë edhe ndërprerje për shkak të ngërçeve që krijohen apo edhe për mos funksionim të aparaturave. Kjo do të mbetet për të parë se si do të vijojë gjatë ditës dhe se si do të zgjidhet çështja e këtyre qendrave që ende nuk kanë nisur në zonat e thella malore të Shkodrës, një problematikë në fakt thuajse në çdo pas zgjedhje që lidhet qoftë me largësinë, qoftë me kushtet që ofron terreni atij, apo edhe problematikat e mungesës të energjisë elektrike dhe mënyrës se si operohet në këtë qendra. Bepin, janë qendra votimi që kanë shumë votues apo pak? Nuk e di nëse po. Janë qendra që kanë numër votuesish të konsiderueshëm, po flasim pra nëse flasim për gjithë zonën e Dugaxhinit, janë rreth 2000 votues në total që kanë këto qendra pra të zonave të thella malore, ndërsa sa i përket njësisë Kelmendit dhe më pas Bashkisë së Fushardhit, kujtojmë që gjithë Bashkia e Fushardhit ka rreth afër 9000 votues dhe në qendrat ku nuk ka nisur kuptohet është një numër i ulët votuesish, por që gjithsesi flasim për një proces që duhet ju garantojë të drejtën e votës qoftë edhe një qytetar i vetëm. Në zonën e Dugaxhinit për shembull ka qendra që kanë një numër të ulët votuesish, janë në shifra 8, ndoshta të papërfillshme nëse e krahasojmë në tërësi me zonën, por që nëse i marrim në kompleks të gjitha qendrat e kësaj zone të thellë malore, shkon të rreth 2000 votues. Dhe një pjesë e madhe e tyre janë votues në fakt që jetojnë në territorin e Shkodrës dhe që ditën e votimit udhtojnë drejt zonës së thellë malore të Dugaxhinit për të ushtruar të drejtën e votës, sepse nuk kanë bërë zhvendosjen e pasaportizimit për të votuar këtu në qytet. Bepin, të falenderoj shumë për informacionet. Faleminderit. Zonja Alça, nga 2046 kandidat, 787 janë gra. Po. Është një gjë e mrekullueshme, patjetër. Kështu që kemi mundësi të zgjedhim ka zonja të mrekullueshme, të cilat shqiptarët, një pjesë e tyre kanë dhe vokacion publik, shqiptarët kanë mundësi që t'i kenë në parlament. Një pjesë janë të sigurta, gjë shumë e mirë pra, por pjesa tjetër duhet të zgjidhet nga listat. Kështu që sa më të vëmendshëm të jenë shqiptarët me zonja të zëshme që kanë në listë, aq më mirë. Mendoni që do të ketë një pjesëmarrje të lartë në votime në 11 maj? Do të duhet, këtë nuk e them dot, por mendoj se të paktën tek qendra ku isha unë, ndoshta është ajo përtesa e mëngjesit. E ta quajmë se tjetë përtesa e mëngjesit së dielës në mëngjes, por mendoj se do të vinë ka një lloj flashke, një lloj mërzitje, sidomos të gris me politikën. Por kjo ditë sot është aq vendimtare sa shqiptarët mendoj do t'i bëj të kujdesshëm për të dalë. Ishte një fushat e përshëndruar kryesisht në rrjetet sociale? Po, ishte, pasi jo të gjithë kanë mundësinë që t'jenë kaq pranë medias edhe kaq të dukshëm në media dhe pse jo të mos përdoren mjetet të natyre që e afrojnë me votuesin edhe me rrjetet sociale që synojnë kryesisht një target group që janë moshat e reja, por që prapë nëse i referojmë zgjedhjeve të kaluara ishin më indiferentët. Nuk është tamam ashtu, kam parë të ri, paktën nëpër mitingje kam parë shumë të ri, edhe ndoshta këto rrjetet sociale, këto format e reja të komunikimit, i kanë bërë, i kanë parë edhe nëpër kafene, i kanë parë që ndjekin fjalimet të aksh politikani, pa patur në një vokacion të tyre akoma të qartë, por që i ndjekin, domethënë nuk janë aq të pavëmendshëm saç pretendojmë ne se duken ata. Jo. Cilat në analizën që e bëni, cilat mendoni se janë çështjet që mund të bëjnë diferencën, mund të padyshim Tirana. Tirana mund të ndryshojë skakjerën politike shqiptare, Tirana padyshim, por edhe ajo që kam keqardhje është pikërisht vota që vijnë për shkak të humbura, për shkak të kodit zgjedhor. Domethënë të heqësh mundësinë e shqiptarëve për ta transmetuar vullnetin e tyre në parlament, sepse ato vota do t'jenë vota të humbura, që do t'i marri fituesi, gjë që nuk është normale nga kodi zgjedhor. Pra gjëja e parë që do duhet të bëj, po i kthejmë tani prapë kësaj gjëje, po gjëja e parë që do të bëj parlamenti i ri është të krijojë një kod. Ne duhet të krijojmë një kod, të votojmë një kod, të hartojmë një kod që të jetë kodi ynë
të mos shkojmë më në eksperimente, mas eksperimenteve, po të bëjmë një kod total i cili tjeti përcaktuar dhe ne vetëm bëjmë përmirësime kozmetike të vogla, jo më të kthehemi çdo 4 vjet një kodi që na intereson ne. Ky kod është kod i interesave të dy kryetarëve, nuk është kod për shqiptarët. Megjithatë, në kushtet që jemi me këto 2.000 kandidatura që janë në ofruar, shqiptarët kanë mundësi të zgjedhin mes 2.000, po të heqim pjesën e listës së mbyllur, kanë mundësi të zgjedhin 94 deputet vetë. Prap kanë diçka në dorë. Nëse sigurisht nuk i njohin të gjithë, është kjo mos përputhje që nuk i njohin këto kandidatura që mes tyre kush janë më të vlefshmit, por megjithatë shqiptarët kanë në dorë 94 deputet në listën e hapur. Kështu që mund të zgjedhin dhe kanë mundësi të sjellin ato më të mirët nëse do dinë të zgjedhin. Këtë di nëse është fiks 94, se është 30% 46 të mbyllura, 94 janë të hapura, detyrimisht që 94 kanë mundësi të zgjedhin. E kuptoj. E di që jeni e kufizuar në orar se duhet u thoni jashtë Shqipërisë, edhe një pyetje kam përshtypjen se duhet jetë e fundit personalisht. Ishte një legjislaturë e vështirë. Shumë e vështirë. Kjo që u kaluat personalisht. Nuk e di nëse është e vështirë, sepse nuk kam qenë në të tjera, po në këtë që isha e vështirë, po. Ju vjen keq personalisht që nuk do të jeni në parlamentin e ardhshëm? Do doni të ishit në parlamentin e ardhshëm? Tërheqja ime nuk ka qenë aq e detyruar sa ka qenë një vendim personal. Mund të kisha vazhduar betejën dhe është një betejë shumë e bukur, është një gjë shumë e bukur, por duke qenë kisha edhe këtë konfliktin etik, po e them, konflikt etik. Duke qenë ende deputet e Partisë Demokratike, ka qenë shumë e vështirë për mua të pozicionohesha në coprat që erdhen jo për fajin tim. Mbas edhe për fajin tim në kuptimin atë pjesë që mund të kenë si përgjegjësi si deputete, por që me ato që kam parë, më vjen keq shumë dhe nuk është dita për ta thënë sot, por lidershipi i Partisë Demokratike, lidershipi i djathtë, duhet të kuptoj që ka ardhur një moment të jetë më e kujdesshme me vullnetet e njerëzve, vullnetet e demokratëve, po. E kuptoj. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Zonja Aqka. I ftoj shqiptarët të votojnë. Sa më shumë të votojnë, aq më i qartë do të jetë vendimi i tyre në parlament. Të falenderoj shumë edhe një herë, me qënë se me zonjën Aqka, ndërsa ajo do të largohet, diskutuam pak më parë edhe në raport me përfaqësimin e grave në këtyre zgjedhje, unë do të lutesha regjisë që të ndjekim një kronik në raport me partitë dhe koalicionet të cilat garojnë në zgjedhjet e 11 majit. Janë 11 subjekte të cilat shkojnë në këto zgjedhje, ku qytetarët do duhet të zgjedhin mes tyre. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi sërish në studio. Qytetarët shqiptarë mund të zgjedhin sot mes 11 subjekteve elektorale se kush do t'i qeverisë ata në 4 vite të ardhshme. Në këto zgjedhje garojnë 8 parti politike e 3 koalicione me një numër total prej 2046 kandidatësh, mes të cilëve 787 janë vajza e gra. Ndryshe nga zgjedhjet e vitit 2021, në të cilat kryetarët e partive mund garonin deri në 4 qarqe. Këtë herë liderët e forcave politike mund garojnë vetëm në një zonë zgjedhore. E pothuaj të gjithë kanë zgjedhur Tiranën me përjashtim të kryetarit Partisë Social-Demokrate Tom Doshi, i cili garon në Shkodër. Partia Socialiste garon e vetme në këto zgjedhje, duke ndjekur të njëjtën strategji elektorale si në zgjedhjet e vitit 2017 e 2021. Partia Demokratike garon me një koalicion të përbërë nga më shumë se 20 forca politike me emrin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Për shkak të sistemit elektoral i cili kërkon një listë unike kandidatësh, demokratët kanë hartuar një ekip të përbashkët, me partinë e Ilir Metës, Fatmir Mediun, Agron Dukën, Vangel Dulën, Shpëtim Idrizin e një sër partish të tjera. Koalicion kanë krijuar edhe Adriatik Klapaj me Endri Shabanin me emrin Nisma Shqipëria Bëhet. Enkelejda Libeja e Dashamir Shehi kanë koalicionin Djathtas për Zhvillim, ndërkohë që Lulzim Basha, Agron Shejaj, Arlin Qori garojnë si forca politike më vete në këto zgjedhje. Jemi rikthyer sërish në studio në këtë maraton elektorale, ora shënon në 8:35 minuta, pra zyrtarisht ka 1:35 minuta që ka nisur procesi i votimit në të gjithë territorin e Shqipërisë. Në këtë maraton elektorale në fakt kemi pasur disa lidhje direkte me gazetarët të cilët janë në terren në 12 qarqet e vendit. Kryesisht është një situatë e qetë, të paktën ajo që raportohet nga gazetarët, ka problematika të vogla në disa qendra votimi, kryesisht me pajisje në identifikuese apo me mungesë komisionerësh apo në zona caktuara edhe me energji elektrike.
të cilat janë raste sporadike të papërfillshme në raport me të gjithë ato që ka ndodhur në makro në të gjithë territorin e Shqipërisë. Duke i bërthirë edhe njëherë qytetarëve shqiptar të ushtrojnë të drejtën e tyre të votimit, urojmë dhe shpresojmë që situata të jetë e qetë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Njoftojmë që në orën 11 do të jetë kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama, i cili do të votojë në qendrën e ditë votimit në Surrel, por ndërkohë unë do të doja të ndalesha në një tjetër kronik përgatitur nga gazetarët e Vision Plus, që na jep një panoramë më të qartë sa i përket historisë së zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri. Zgjedhjet e 11 majit janë zgjedhjet e 11-ta në Shqipërinë pluraliste. Ndjekim kronikën. Në marsin e vitit 1991 në Shqipëri u zhvilluan zgjedhjet e para pluraliste. Pas rrëzimit të regjimit komuniste, kjo betejë elektorale u fitua nga Partia e Punës së Shqipërisë. Në parlamentin prej 250 deputetësh, Partia e Punës mori 169 vende, kundrejt vetëm 75 deputetëve të Partisë Demokratike. Por pavarësisht këtij rezultati në këto zgjedhje humbi numri 1 i Partisë Punës, Ramiz Alia në Tiranë, duke treguar se Shqipëria po ndryshonte. Zgjedhjet e parakohshme të 22 marsit, një vit më vonë, u fituan thellë nga Partia Demokratike. Në parlamentin me 140 vende, Partia Demokratike mori 92 deputet kundrejt 38 Partisë Socialiste. Pas këtyre zgjedhjeve, lideri i demokratëve Sali Berisha u bë president i vendit. Zgjedhjet e majit të vitit 1996 mbahen mend jo aq për rezultatin e tyre, por më shumë për kontestimet që erdhën për këtë proces, nga organizma ndërkombëtare e nga opozita. Ditën e zgjedhjeve, komisionerët bojkotuan procesin në shenjë proteste ndaj parregullsive dhe në 26 maj, policia ushtroi dhunë ndaj protestuesve të opozitës, duke bërë që këto zgjedhje të mbahen mend si më problematikat në historinë e Shqipërisë pluraliste. Rezultati i këtij procesi të kontestuar i dha Partisë Demokratike 122 deputet kundrejt vetëm 10 deputetëve të Partisë Socialiste. Pas ngjarjeve të vitit 97, ishte Partia Socialiste e cila fitoi shumicën në parlament me zgjedhjet e parakohshme. Presidenti Sali Berisha dha dorëheqje nga posti. Zgjedhjet e 97 u realizuan në kushte tensioni politik, nën praninë e trupave ushtarake paqëruese e nën drejtimin e një misionit të posaçëm të OSBE-s dhe BE-s. Në vitin 2001, Partia Socialiste mori sërish shumicën e parlamentit përballë një Partie Demokratike që arriti të merrte vetëm 32 deputet. Zgjedhjet u zhvilluar me 5 raunde do të mbahen mend si zgjedhjet që shpikën dushkun, një fenomen ky që e mori emrin nga një fshat i Lushnjës, i cili ju dha mandatin 9 deputetëve. Fenomeni i dushkut u përdor edhe në vitin 2005, kur dy parti të mëdha bën thirrje për të votuar kandidatët e tyre dhe siglat e partive të vogla. Zgjedhjet e 2005 u fituan nga Partia Demokratike dhe rotacioni i pushtetit nga e majta tek e djathta ishte i qetë pa probleme. Zgjedhja e 28 qershorit vitit 2009 i dhanë të djathtës 70 mandate, Sali Berisha u bë për të dytën herë kryeministri i vendit vetëm fal 4 deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në prill të vitit 2013, Ilir Meta prishi koalicionin me Berishën dhe ju bashkua Partisë Socialiste, e koalicioni i majt erdhi në pushtet me një shumicë të fortë, 83 mandate. Në vitin 2017, zgjedhjet parlamentare u fituan nga Partia Socialiste, e cila me 74 mandatet e saj qeverisi e vetme vendin. LSI-ja fitoi 19 deputete e kaloi në opozit, duke krijuar aleancë me Lulzim Bashën, i cili së bashku me aleatët e tij arriti të fitojë vetëm 43 mandate. Se kjo fitore duhet merituar. Në vitin 2021, Edi Rama dhe Partia Socialiste fituan sërish zgjedhje duke marrë 74 deputet, e duke shënuar rastin e parë që një forcë politike drejton vendin për 3 mandate radhazi. Ne do të vazhdojmë të luftojmë deri në fitore. Partia Demokratike dhe aleatët e saj në 25 prillin e vitit 2021 fituan 59 deputet, ndërkohë që Lëvizja Socialiste për Integrim mori vetëm 4 mandate. Jemi rikthyer në studio, më është bashkuar Agim Baçi, gazetar analizë. Zoti Baçi, mirëmëngjes. Faleminderit shumë që na bashkohesh në këtë maraton elektorale. Ditë të mbarë në këtë ditë të gjatë, domethënë, duke u marrë me këtë çështje, po shpresojmë që të dalë mirë për Shqipërinë. Si e shikoni 11 majin? Shiko, e para domethënë inxhinieringu i devijimit votës nuk ndodh më ditën e zgjedhjeve, si dikur. Nëse ndodh shumë kohë më parë. Kemi patur, domethënë paralajmërime, kemi patur pamje që na kanë ardhur nga qytete të ndryshme. Ajo që do të dëshiroja unë dhe që kam dashur është që të kishim parandalim. Unë nuk kam ndonjë kënaqësi të madhe se sa veta do dënohen po u kapën pas 11 majit. Nuk ka interes. Nëse ka ndodhur ajo gjë, pak interes ka, domethënë dhe sado që të përpiqemi ne të nxjerrim fakte, unë nuk më intereson se çfarë shkruan në SBE, thjesht
ajo gjë që ne e dim përmendësh. Ne duam që shqiptarët të votojnë të lirë, të kenë të hedhin votën e tyre me vullnet, të ushtrojnë drejtën e tyre. Ishte SPAK-u një garanci më shumë, prisnin më shumë nga SPAK-u? Ka ndikuar në një frenim, në një menaxhim ndryshe të situatës në terren? Jam bindur që SPAK-u ka... Kemi zotin Lulzim Basha, i cili është në këtë konferencë për shtyp me njëherë pasi ka votuar. Ka përfunduar. Do t'i lutesha regjis pak më vonë, nëse do të kemi mundësi të ndjekim prononcimin që ka bërë zoti Lulzim Basha, i cili garon në këto zgjedhje të 11 majit, në mos gaboj është të shoqëruar bashkë me vajzën e tij. Këtë bashkëshortja, domethënë. Jo, kam përshtypjen se duhet të jetë vajza. Është vajza, kam përshtypjen. Okej, ka takuar disa nga qytetarët. Kemi edhe Tonin Frokun, i cili është në Korçë. Përshëndetje, mirëmëngjes Tonin. Përshëndetje pranvera, mirëmëngjes nga Korça. Mirëmëngjes nga Korça, 1 orë e 42 minuta nga nisja zyrtarisht e procesit të votimit. Si duket situata në qarkun e Korçës? Në fakt, korçarët kanë filluar të dalin për të shprehur vullnetin e tyre me vot në 427 qendrat e votimit të juglindjes së vendit. Sigurisht është një përqindje ullët kur bëhet fjalë për diçka më shumë se 1 orë nga fillimi i procesit të votimit, por ajo çfarë duhet themi është se këtë vit të ndryshe nga zgjedhjet e vitit 2021 në juglindjet e vendit nuk kemi 11, por kemi 10 mandate. Nëse në zgjedhjet e vitit 2021 kanë qenë diçka më shumë se 280.000 votues, në zgjedhjet e vitit 2025 janë 17.000 votues më pak, që janë regjistruar nga zyrat e gjenjes civile të juglindjes së vendit, por që janë regjistruar për ta shprehur vullnetin e tyre me vot në diasporë. Megjithatë, Partia Socialiste është shprehur se në këto zgjedhje do të ruaj numrin e mandateve 6, ndërkohë duke lënë për të kuptuar se 4 mandate mund t'i përkasin forcave të tjera politike. Por, nga ana tjetër, Partia Demokratike është bindur se do të kemi një ndarje të mandateve 5-5 në zgjedhjet e vitit 2025, pra në zgjedhjet e sotme. E kuptoj, Tonin. E rëndësishme është që situata atje të qetë, qytetarët të shkojnë të votojnë, me rezultate do të merremi pas orës 19. Ajo çfarë mund të themi deri në këtë momente nuk ka asnjë problem, ka patur një problem të izoluar, pra problemet vogla në fillim të procesit nga mungesa e komisionerëve të Partisë Demokratike në Kolonjë, por çdo gjë është duke vijuar normalisht. Në juglindjet vendit duhet themi se në të gjitha zgjedhjet lokale dhe parlamentare nuk ka pasur problemet e vogla, siç e thashë edhe kryetëherës, problemet e izoluara që në fakt janë edhe të pranueshme në procese të tilla zgjedhore. Të falenderoj shumë, Tonin, për këtë informacion, ndërkohë, sikurse e pam edhe pak më parë, ishte zoti Basha, drejtuesi i Koalicionit Euroatlantik në këto zgjedhje, i cili ka bërë thirrje, shkoni votoni për veten tuaj, besoni te vetja juaj. Në çdo televizion, mendoj që duhet të kishte filluar me këtë lloj thirrje. Ndoshta ju e keni bërë, po. E kam thënë shumë se sa një herë sot që po. Dhe do të vazhdoj ta theksoj. Është shumë e rëndësishme, domethënë që qytetarët ta kuptojnë që një herë në 4 vite kanë këtë lloj pushteti që të vendosin ata se cilët votojnë, domethënë dhe duhet ta ushtrojnë votën. Dhe unë përveç kësaj them që ta rimendojnë edhe një herë nëse po votojnë të lirë sipas mendjes tyre apo në ndun. Dhe pastaj duhet të refuzojmë çdo lloj shitje vote dhe them që ai që shet votën ai nuk ka drejt të kërkojë llogarimin për asgjë. E ka mbyllur sot. I ka bler 4 vitet e tij duke shitur votën. Kështu që, domethënë, është një thirrje drejt për drejt për çdo qytetar, mos shit votën. Mos e dhuno veten tënde, se nuk është se ke shitur votën, ke dhunuar veten tënde, ke denaturuar veten tënde. Nuk ka gjë më të trishtë, domethënë, të shesësh votën. Kujt i kërkon llogari? Pastaj, domethënë, nuk ke më drejt, 4 vite duhet vetëm të heshtësh. E ke mbyllur sot. E lam të SPAK-un në terren. Shiko, ka kryer, domethënë, një lloj misioni, por mua ka bërë atë, siç thot populli, domethënë, frika ruan vreshtin. Megjithatë, kemi raste për shembull kur në Dibër, në Rrëshen, në Shkodër, në disa vende ku janë ndaluar makina, ku ka pas tendenca, ku gjenden lista zgjedhore nëpër makina të ndryshme, domethënë pra
duam ne, ka ende njerëz që pavarësisht se SPAK-u dhe prokuria tjetër janë në terren, mendojnë dhe duan të tregojnë më të zgjedhshëm, duan bëjnë ato garancin për votën. Them që kjo prapë është një lloj trishtimi. Ne nuk është se nuk e prisim, do ta prisim sepse në një moment ku këto janë evidentuar në gjithë zgjedhjet që ka pas tendenca të tilla, domethënë do ishte absurde të mos mendonim më sot. Çështja është që mos kemi natë të mas që të devijojnë apo të na, domethënë të kenë një ndikim drejt për drejt në cilësinë përfundimtare të votës. Ka një prononcim nga ana e kryekomisionerit zotit Ilirian Celibashi, i cili thotë që KQZ ka marrë raportime nga tereni që kandidat për deputet kanë kërkuar të futen në qendrat e votimit, bëj me dije se është qartësisht ndaluar nga kodi zgjedhor prania e kandidatëve në qendrat e votimit. Kandidatët duhet të respektojnë me rigorozitet këtë ndalim ligjor. Ata dhe përfaqësuesit e tjerë politik duhet jenë të parët që duhet të kontribuojnë për integrimin e procesit zgjedhor. Shiko, ta bëjmë të thirrje për kandidatë për deputet do të thotë që mund të jemi në një situatë minimale që ata s'kan kuptuar që nuk mund të jenë aty për të intimiduar askën. Pra, kandidatët duhet të ruajnë të distancë. Çka kanë pas për ta bërë, e kanë bërë deri të premten darke ose deri dje. Tani duhet të lënë qytetarët atje të lirë, domethënë, sepse kjo shton atë frikën që ndoshta duan të kontrollojnë ato të cilët i kanë dhënë fjalën apo që kanë pretendime të tjera, domethënë unë mendoj që ata që kandidojnë duhet të kishin gjëra elementare, duhet të kishin mësuar që nuk mund të qëndrojnë aty. Po, dhe është ndryshim në fakt nga zgjedhjet e 2021. Ata nuk do të lejohet të qëndrojnë pranë qendrave të votimit pikërisht për këtë gjë, për mos të arritur të identifikojnë dot. Kemi patur demonstrime të kandidatëve shpeshherë që hynin në qendra votimi, hynin, shikonin, domethënë këtë dhe mendoj që kjo është një gjë e mirë që të jenë larg dhe që sot të jetë vetëm dita e qytetarëve. Si është Shqipëria në raport me zgjedhjet, në raport me standardet e zgjedhjeve? Vazhdojmë, unë tash e kam parë me shumë trishtim raportin ose bëjë Odirit në 2021, kur tha kemi të bëjmë një parti shtetë. Unë mendoj që pas kësaj, domethënë gjithçka është për të në alarm. Po raporti paraprak për zgjedhjet e 11 majit, jo së bëjë Odirit? Ngriti problematika të tilla, domethënë këto çështje që ne i ngrejmë, ngriti në raport me lirinë e votës, por mendoj që gjithmonë në raportet paraprake, pavarësisht se ngrenë çështje të tilla që pretendime që janë bërë nga kandidatët, nga partitë, nga këto, ato ruhen gjithmonë që mos ketë një lloj raporti që të ndikojë në këndvështrimin zgjedhor, domethënë në cilësinë e votës. Vota e emigrantëve është një e drejtë... është një e panjohur. Është një e panjohur në këto zgjedhje. Është një e panjohur. Ajo dhe refuzimi i një pjesë shumë të madhe në zgjedhjet lokale, domethënë, mendoj që do bëjnë një lloj ndryshimi. Mundet që të jenë të orientuar nga partitë të reja, mundet të jenë, domethënë, një votë vendimtare për një lloj ndryshimi, po, domethënë, prapë nuk e dim. Ndërkohë kam një informacion nga gazetari Altin Mema, i cili është në Lezhë, i cili thotë që policia e Lezhës ka konfirmuar është arrestuar burri i deputetes Elda Hoti. Do të kemi pas pak edhe gazetaren në terren Ildën për të na dhënë më tepër detaje se çfarë ka ndodhur në fakt në qarkun e Lezhës, nuk e di nëse... Nëse nuk lidhet me zgjedhjet, nuk na duhet për çfarë është arrestuar. Jo, në raport me zgjedhjet, përsa ko e lidhin me emrin e deputetës, kështu që kam përshtypjen që duhet ketë një lloj ndikimi nga këto zgjedhje. Është vota e emigrantëve një standard apo një drejt kushtetuese që të paktën nuk i mohohet këtyre zgjedhësve, edhe apritet domethënë me interes se si do të jetë kjo votë dhe se çfarë ndikimi do të ketë ajo në qarqe të caktuara, për shembull në një qark masi që është Tirana, ku janë mbi 50.000 mund të jenë 40.000 vota, domethënë nga këta, më shumë se janë regjistruar mbi 50.000, por mund të jenë... Po, janë 20.250. Por ki parasysh që diferenca mazhorancë opozitë në vitin 2021 ka qenë mbi 30.000 vota. Pra, vetëm në Tiranë kalohet ajo numri votave që ka qenë diferenca midis mazhorancës dhe opozitës, si numër votash. Kështu që thash, ka të bëjmë shumë, dhe ideja që ata votojnë të lirë, votojnë larg këtyre interesave të përditshme këto, ose larg atij presionit që mund të kenë qytetarët në Shqipëri,
Me ja, ato ta shikojmë, më thënë se gjithsesi edhe ata pjesë e diasporës janë shumë interesuar, janë njerëz që ndjekin për ditë televizorin çfarë ndodh këtu, domethënë dhe janë kanë atë ndikim. Ndonjëherë janë më të interesuar edhe se sa qytetarët shqiptarë për sa i përket politikës. Sepse ajo që i mungon, domethënë bëhet më e thellë, bëhet më e theksuar. Partitë e reja, koalicionet e reja të cilët garojnë në zgjedhjet e 11 majit. U treguan tërësisht naiv që nuk mundën do të bënin një pol të përbashkët, për shkak se kodi zgjedhor i ndushkon, mundën ato që dalin tek e tek. I mundi egoizmi tyre, nuk u treguan loajal që ato që ka në natyrën e vetë politika kompromisin, edhe arti më i madh njerëzor është kompromisi, po në politikë është detyrim. Dhe u treguan, arrogant në raportin, dolën vetëm për vetëm dhe nuk gjetën një gjuhë të përbashkët, ndërkohë që kishin shumë gjëra të përbashkëta. Pra, njeriu shikon çfarë bashkon me një forcë politike. Për shembull, okay, mund të ketë diferenca midis Bashës dhe Qorit, Shehit dhe Qorit, Labet dhe Qorit, okej, domethënë për këtë. Por ama kemi me një grup të madh, domethënë tyre ke Ali Beaj, Ali Beaj, Shehi, Basha, Agron Shehaj, kanë, shiko, një, janë pros pakut, pra është e rëndësishme. Dy, janë për një qeveri të vogël. Tre, janë për antikorrupsion. Janë kundër dy palëve të mëdha. Pra, kur ke kaq të mëdha, çfarë të pengoj që të bëhesh e bashkë? Kur e di që, për shembull, okay, jam i sigurt që do marrin përfaqësues në Tiranë, gjithë to që tham. Do kenë mandate në Tiranë? Ama në qytetet të mëdha, për shembull tjera, mund ta humbin për pak, për shembull në Vlorë, në Durrës, në Korçë, në Elbasan, në Fier, aty ku prodhohen më shumë mandate, në Shkodër, mund ta humbin pastaj dhe do pendohen sepse ti je i sigurt që nëse do kishin krijuar një pol, do merrnin 2 ose 3 fishin e atyre që do marrin. E kuptoj. Ndjekim deklaratën e Lulzim Bashës, kreu të koalicionit Euroatlantik, dhe rikthehemi sërish studio. Mirëmëngjes, ju uroj një ditë të paqët të gjithë qytetarëve shqiptar, dhe bëj një thirrje të drejtohen kutive të votimit për të ushtruar një të drejtë për cilën është luftuar kaq shumë, është sakrifikuar kaq shumë, të drejtën për të zgjedhur me votë qeverinë, parlamentin, deputetët që u përfaqësojnë. E kam këtë ftesë në veçanti për brezin e ri, në këtë ditë shumë të veçantë për mua, kur vajza ime e madhe Dafina voton për herë të parë, i drejtohen brezit të ri, ju them që sot keni një të drejtë të çmuar për të ushtruar, dilni nga shtëpitë tuaja, rezervoni pak kohë dhe shkoni votoni për veten tuaj, për të ardhmen tuaj, për vendin tuaj. Besoni te Shqipëria, besoni te vetja juaj, besoni tek ardhmja. Ishte kjo deklarata e Lulzim Bashës, i cili në këto zgjedhje shkoi për të votuar së bashku me vajzën e tij. Ndërkohë i themi mirëmëngjes Alma Lapës, mirëmëngjes, faleminderit shumë që na bashkohesh në këtë maraton elektorale. Faleminderit për ftesën. Si ke parë procesin deri tani, Alma? E kam parë si proces pozitiv, natyrisht që Shqipëria është në një lloj provimi. Çdo proces zgjedhor është provim për një shoqëri dhe për klasën politike, por sigurisht që Shqipëria është në një provim pak më të rëndësishëm, mendoj unë, sepse tashmë, si thua, ka filluar procesin e integrimit evropian për te i fjalëve, pra ka hyrë në proces dhe mendoj që do të jetë shumë e rëndësishme që i gjithë procesi zgjedhor të shkojë mirë, të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe me standarde të larta europiane dhe demokratike, sepse çfarë do lloj vlerësimi negativ për zgjedhjet, mendoj që do t'i kushtoj Shqipërisë në rrugën e saj të integrimeve. Kështu që për mua kjo është gjëja më e rëndësishme. Mirë, ndërkohë do shkojmë në një lidhje direkte me gazetarët tanë, është Tea Sadiku. Tea, përshëndetje.
Përshëndetje Pranvera, unë ndodhem në njësin 2 aty ku pritet të vi një votues shumë i veçantë. E kam fjalën për Big Bastën, që është dhe konkurenti Ferma VIP 2. Në këto momente, Big Basta ndodhet në furgonin i shoqëruar nga produksioni i fermës, së bashku me një operator i cili ka ndjekur zhvillimet e tij gjatë gjithë kohës. Big Basta momentalisht është duke u njohur me listën ku do të jetë dhe votues në të cilën qendër votimi. Pasi ai të zbreci nga furgoni, do t'i drejtohet qendrës votimit, ku do të kryej procesin e votimit normalisht. Do të presim gjithashtu dhe një prononcim të tim për këtë zgjedhje, e cila duhet thënë që janë më të veçantat e jetës së tij. Është ndjekur gjatë gjithë kohës nga kamera, do të jetë gjithë kohës në vëzhgim, por do të kryejë edhe detyrën e tij si qytetar për të votuar. Gjatë gjithë kohës, vetëm në momentin e votimit jo. Sigurisht që po në momentin që Big Basta do të futet në dhomën e fshetë të votimit, do të jetë i larguar nga kamerat për të shprehur vullnetin e tij të lirë politik. Mirë, ndërsa ndjekim këtë moment, dua ta theksoj se është shumë interesante që ndërsa është një produksion gjykant Ferma VIP, nuk i kemi mohuar të drejtën atyre të cilët garojnë në këtë format televiziv, mos të shkojnë për të votuar. Janë krijuar kushtet për të dalë nga ferma, për të shkuar për të votuar dhe për të kthyer sërish në fermë. Është një leksion që shteti duhet të kujtohet për ato shtresat e pamundura për të lëvizur, mund të nga shtëpitë apo që janë tetraplegjik, paraplegjik, berber, gjithë to të cilët kanë një status ndryshe për të votuar, domethënë duhet të kenë një lloj përkujdese të tillë, sepse në stadium në Shqipërinë janë mbi 50.000, domethënë janë një numër i konsiderueshëm dhe që duhet të kemi një kujdes të veçantë për ta, domethënë që ta ushtrojnë votën. Por mos harrojmë që janë gjithashtu punojësit e policisë, janë gjithashtu gazetarët, një tjetër target group që janë të angazhuar gjatë ditës së zgjedhjeve dhe një pjesë e madhe e tyre për shkak të angazhimit në gjithë territorin e Shqipërisë nuk kanë të drejtë të ushtrojnë votën e tyre. Kështu që besoj se do ja jepni leje, nuk do t'i marrin gazetarët deri në orën 19. Jo, kemi gazetar, unë për shembull do të shkoj të votoj, po kemi gazetarë që janë në rrethe, ndërkohë që qendrën e votimit tyre ka në Tiranë dhe kanë të pamundur realisht për të shkuar për të votuar. Zoti Celibashi, ndoshta duhet merret modeli i Kosovës, votimi me kusht. Po që mund votosh votimi me kusht. Zoti Celibashi që duhet menduar në zgjedhjet e ardhshme për të votuar. Më duket që për sa i përket kësaj Kosova është pak më përpara edhe me diasporën, me votën për diasporën, që ka vite domethënë që e aplikon, dhe Shqipëria tani e ka bërë për herë parë, dhe votimi me kusht i cili prej se mbaj mendu në zgjedhjen në Kosovë, domethënë aplikohet pikërisht për ato që thatë ju, për forcat e policisë, për mjekët të cilët qëndrojnë në shërbime, për të burgosurit. Votojnë atje ku janë, domethënë. Votojnë atje ku janë, por edhe kur e ketë pamundur ti e shafër qendrës së votimit, por sigurisht që drejta e votës është shumë e rëndësishme dhe mund të realizohet. Po e ndjekim live është Big Basta i cili zbret nga makina e produksionit të Ferma VIP të Vision Plus për të drejtuar qendrës së votimit në kryeqytet dhe për të shprehur vullnetin e tij me vot në zgjedhjet e 11 majit, është në shkollën Fanoli në kryeqytet. Pranvera Big Basta është i shoqëruar, siç unë e thash gjatë gjithë kohës, nga kamerat e Ferma VIP për të qenë sa më transparent me të gjithë publikun. Big Basta prej vitesh voton në këtë njësi dhe unë takova pak më parë dhe atin i cili ndodhet në ambientet e shkollës Fanoli dhe më thaj që Big Basta është munduar gjithmonë që të ndjeki proceset zgjedhore pavarësisht ndarjes së jetës së tij mes Zelandës së Re dhe Shqipërisë. Big Basta do të kryej si të gjithë qytetarët e tjerë procesin e votimit. Jemi duke e parë tani, është duke kryer procesin e identifikimit me anë të shenjës së gishtit, është i pajisur me kartën e identitetit dhe e gjithë procedura vazhdon normalisht si të gjithë qytetarët e tjerë. Me sa duket ka dhe fansa mes komisionerëve. Patjetër. Ishte diçka që pritej dhe jashtë sa po morëm vesh Big Basta do të ishte këtu, 2-3 qytetarë interesuan për të pyetur për të, duke qenë se është pjesë e Ferma VIP dhe ka një audiencë goxha të ndjekur. Do të jenë të gjithë fermerët që kanë të drejtë të votojnë në kryeqytet, që do të shkojnë, do të votojnë ditën e sotme të ja? Po, do të jenë fermerët të cilët janë me vendbanime në Tiranë, do të ndjekim hap pas hapi gjatë ditës. Pas Big Bastës do të kemi gjithashtu Erandin, Frederik Ndocin, por më mirë le t'i lëmë gjatë ditës për të parë se cilët do të jenë fermerët që do të votojnë në kryeqytet. Pra sot krahas politikanëve, krahas krye komisionerit janë edhe fermerët të cilët rreqin vëmendje në këtë maraton elektorale për të votuar. Po, shohim Big Bastin që është futur në dhomën e fshet, aty ku do të shprehë dhe vullnetin e tij politik.
Është krejtësisht i lirë ndonë se duhet theksuar që fermerët kanë mbi 40 ditë që ndodhen brenda në fermë, nuk kanë ndjekur fushatën elektorale, po besoj se bindjet e tyre i kanë të qarta për të shprehur votën e tyre. Kanë pasur dhe një proces elektoral brenda fermës, në fakt, kanë zgjedhur edhe ata të preferuarit. Ata po dalin nga një proces votimi, kanë zgjedhur kryetarin e fermës, i cili u bë, ndryshe nga ky votim, u bë me votim të hapur dhe votat ishin transparente dhe të qarta para gjithë publikut. Ndërkohë presim pak qaste derisa Big Basta të hedh votën e tij. Ai është i shoqëruar gjatë gjithë kohës, siç e thash dhe më parë, me kamera, me mikrofon, pra gjithçka është transparente dhe e drejtë që publiku të shohë gjithçka në kohë reale. Jemi ndërkohë edhe me Ervin Sinën, i cili është në qarkun e Fierit, do të lidhemi pas pak me to për të mësuar më tepër detaje. Është një fletë e madhe votimi, sidomos në qarkun e Tiranës, kështu që më vjen mirë që edhe për masat e qendrave të votimit e kutive janë të mëdha që mos të lexohet se nga e merr drejtimin për të votuar. Se është një fletë goxha e madhe. Notoron goxha. Që kjo nuk i ka të gjithë emrat e Tiranës, është një model, sepse ajo e qarkut të Tiranës ka jashtëzakonisht shumë emra dhe është realisht pak e vështirë për të identifikuar. Potea. Pranvera jam këtu me Big Bastën, i cili sapo ka përfunduar procesin e votimit. Besoj do jetë një nga votimet më të veçanta të tij që do ta mbaj mend gjatë. Më tha pak emocionet e këtij procesi. Emocionet janë mikse, të them drejtën. Mendoj thellë që prisja që të votoja, sepse është një detyrim qytetar, pavarësisht se jemi pjesë e ferma VIP, por them drejtën tani ndihemi plotësuar, sepse të paktën detyrimin tim e kam përmbushur, edhe uroj që kushdo që të fitoj të bëj maksimumin për Shqipërinë, për shqiptarët edhe për fëmijët tonë edhe për të ardhmen e tyre. Big Basta, unë pak më herët takova dhe babain tuaj, i cili më tha që ju prej vite shkruani detyrimin tuaj si qytetar për të hedhur të drejtën e votës. E keni ndarë jetën mes Shqipërisë dhe Zelandës së Re? Keni qenë gjithmonë i pranishëm në zgjedhjet që janë bërë në Shqipëri? Ka qenë vetëm një rast në të cilin nuk kam qenë i pranishëm, por edhe më ka ardhur keq sepse atëherë nuk funksionon të votimi online për diasporën, por të them drejtën gjithmonë e kam ndjerë sepse jam edukuar në mënyrën e tillë që vota është përgjegjësi personale dhe qytetare. Kështu që prandaj e bëj gjithmonë, sepse mendoj që aty jam i lirë të mendoj edhe të votoj për kë unë ndjej që mund t'japi maksimumin edhe që mund bëj diçka të mirë për vendin. Shumë faleminderit juve, faleminderit. Pranvera Big Basta, ashtu siç unë e thash, është një nga fermerët i cili votoi i pari, le të themi, nga ferma VIP. Dy të tjerë konkurrentë do t'i drejtohen qendrave të votimit për të shprehur vot, për të hedhur në fletë votën e tyre. Do të ndjekim pak më vonë një tjetër fermer, kështu që deri atëherë mirupafshim. Të falenderoj shumë Tea për informacionin. Do të shkojmë edhe te Ervin Sina, i cili është në Fier, për të vazhduar më pas me bisedën në studio. Ervin, përshëndetje. Pranvera, përshëndetje. Si është situata në Fier 2 orë pas nisjes procesit të votimit? Ka shumë e bukur dhe uroj shumë që edhe procesi zgjedhor në qarkun e dytë më të rëndësishëm në vend të jetë e tillë, të jetë një proces i bukur, i qetë, në mënyrë të veçantë, qytetarët votojnë lirshëm pa problematika, sikurse edhe ka nisur ky proces zgjedhor. Por i vërtetës nga kontaktet e para që kam pasur me të gjitha KZAZ-t në rang qarku, më rezultojnë shqetësime minimaliste, sikurse ka qenë rasti në mëngjes tek shkolla Janaq Kilica ku nuk punonte pajisja e identifikimit votuesve, pastaj është situatë që u zgjidh në Ballsh. Më rezulton që ka pasur një shqetësim që lidhej me tërheqjen e disa komisionerëve të Partisë Social-Demokrate, janë zëvendësuar, ka vijuar procesi normalisht dhe atje, ndërkohë që në Lushje, në Divjak, në Roskovez dhe në Patos gjithçka e rregullt. Teksa kanë kaluar sikurse e tha dhe ju gati 2 orë. Por ndërkohë në lidhjen e parë nuk e bëm nga qyteti i Fierit sepse realisht u thua menjëherë, por në orën 8 mëngjesit, por në burgun e qytetit të Fierit ku ishte programuar të votonte Ervin Saljani, sikurse na ishte bërë ditur nga drejtuesit e burgut të Fierit. Sapo kemi dalë në fakt nga ambientet e burgut. Ervin Saljani ishte deputet i Partisë Demokratike, i dënuar me vendim në formën Spreyer, votoi i pari
dha impresionet e tij në lidhje me këtë votim që e konsideroi një ndjesi të çuditshme, duke marrë në konsiderat faktin që për vite me radhë ka qenë protagonist në qarkun e Korçës në mënyrë të veçantë sa i takon Partisë Demokratike. Ju do ta keni materialet e plot pas pak, sepse sapo e kemi dërguar në redaksi, por në përgjithësi duhet theksuar që e konsideroi dënimin e tij politik, sikurse e ka deklaruar dhe në raste të tjera, deklaroi që ishte i bindur që Partia Demokratike do të marrë një rezultat të shkëlqyer ditën e sotme, i bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të mos tremben nga ajo që e ka konsideruar terror politik të mazhorancës qasjen në fushatën elektorale, por edhe në procesin që ka nisur të votimit. Megjithatë, sikurse thash, materialet do ta keni gjatë pak çaste më vonë. Unë jam pikërisht në ambientet e Burgut Fierit së bashku me operatorin Bujar Peca. Këtu do votojnë në tërësi 401 të dënuar, të cilët kanë të drejtë vote. Nuk është ky numri totali të burgosërve në Burgun e Fierit, është më i lartë, është gati 870, por 370 të burgosur të tjerë e kanë humbur të drejtën për të votuar për shkak të penaliteteve si pasojë e krimeve që kanë kryer, krimeve të rënda dhe përjashtuar, penaliteteve që marrin nga kodi zgjedhor, që përjashtohen nga votimi. Ne patëm mundësi të qëndronim edhe pak minutë teksa votonin edhe të burgosur të tjerë. Në fakt ishte një proces i qetë, normalisht, kryej pa problematika, me përjashtim të faktit që nisi me 30 minuta vonesë për shkak të vonesave të lidhura me ndërtimin e gjithë infrastrukturës zgjedhore nga komisionerët. Por situata në qarkun e Fierit, paktën për momentin pranvera, konsiderohet një proces deri tani shumë i rregullt. Nuk e di nëse ka pyetje nga ju për situata të tjera për momentin jo, Ervin, sepse kemi shumë interes për atë çka ka ndodhur në Lezhë me arrestimin e bashortit të deputetët, kështu që të falenderoj Ervin për këtë lidhje direkte dhe shkojmë në Lezhë. Do të më vonë edhe në Lushnjë edhe në zona tjera. Me kënaqësi do të dëgjojmë, me kënaqësi do lidhemi sërish së bashku. Ina Saliaj, çfarë ka ndodhur në Lezhë? Pranvera, përshëndetje sërish. Specialistët për hetimin e krimit në Komisariatin e Policisë së Mirditës kanë bërë arrestimin në flagrancë të 2 shtetasve. Konkretisht Ladin Doja dhe Amaril Dojushi për veprat penale pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregull, vetgjyqësia dhe kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Policia e Lezhës në fakt vetëm pak minuta më herët ka konfirmuar se njëri prej personave të arrestuar, Ladin Doja, është edhe bashkëshorti i kandidates së Partisë Demokratike dhe Aleancës për deputete Elda Hoti. Arrestimi i të 2 personave është bërë pasi këta shtetas mbrëmjen e djeshme rreth orës 8 kanë bërë ndalimin dhe bllokimin e një automjeti tjetër me pretendimin se këta shtetas po kryenin veprimtarinë e blerjes së votës. Por në fakt, pas veprimeve të kryera nga policia dhe kontrolleve të ushtruara në të 2 automjetet, ka rezultuar se në automjetin e bashkëshortit të kandidates për deputete është gjetur një listë e dyshuar zgjedhësish dhe në fakt ai ka qenë edhe në gjendje të dehur. Deri më tani nuk kemi asnjë reagim nga subjektet politike dhe ndoshta do e kemi në një moment të dytë. Nuk ka asnjë prononcim as nga deputeti Elda Hoti. Nuk ka asnjë prononcim deri tani, pavarësisht kërkesës tonë. E kuptoj. Të falenderoj shumë, Ina. Ndërkohë i themi mirëmëngjes dhe përshëndetje dhe Anton Kumes. Ndon përshëndetje, mirëmëngjes. Si të zhdukur procesi deri tani? Po procesi është si të gjithë proceset që kemi kaluar, me ato problematikat e veta në nisjen e procesit, vonesa në hapjen e qendrave të votimit, problematika me identifikimin biometrik të votuesve, por janë probleme që nuk besoj që në thelb cënojnë të gjithë procesin zgjedhor, pasi nuk janë të shtrira në masë të gjërë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga informacion që kemi ne, është në kontakt të menjëhershëm me komisionet e qendrave të votimit që kanë këto probleme, po i asiston në mënyrë që të ketë mundësi të fillojnë punën. Ne kemi dhe një grup vëzhguesish në disa qytete në Shqipëri, në Durrës për shembull ka pasur problematika, në përgjithësi votimi ka filluar me vonesë, nëse do të bënim një krahasim me votimet e tjera. Gjithsesi, këto janë çështje teknike më shumë se sa probleme që do të cënonin realisht procesin zgjedhor. Të shikojmë. Ngjarja e Lezhës? Ngjarja e Lezhës është konsekuencë e klimës politike në Shqipëri dhe të problematikave që Shqipëria ka me shitderjen e votës. Kemi
një opozite e cila tashmë është hera e dytë që ka ngritur një task force të sajën për mbrojtjen e votës shqiptarëve, dhe në këtë kuadër mund të ndodhin dhe situata të tilla ku le të themi që vetë simpatizantë një force politike tentojnë të bëjnë edhe vetë gjyqësi, nuk është një situatë normale, por duhet të themi që edhe në Shqipëri nuk kemi procese zgjedhore shumë normale. Kjo vjen, le të themi, si detyrim për të mbrojtur votën. Pastaj, në këto raste, ka raste ku realisht deri diku ndalohet fenomeni i shitblerjes votës, pra ka fakte të tilla, ka dhe raste të tjera pasaj siç po e shikojmë, që në këtë rast duket sikur në fakt personin të cilin ata ka ndaluar nuk ka pasur asnjë gjë të jashtëligjshme në makinën e tij. Këto janë informacion që na vijnë nga mediat. As listat e zgjedhësve. Listë supozuar e zgjedhësve. Në makinën e bashkëshortit të deputetes është një listë zgjedhore, po kjo nuk përbën problem, për mendimin tim, ndërsa në makinën që ata kanë ndaluar dhe që kanë pretenduar se po blinte vota, nuk kanë gjetur asnjë material kompromentues, le të themi. Këto janë të është dhëna makina e që ne drejtorit të kemi. arsimit në Mirdit, makina që është ndaluar. E kuptoj. Këto janë të dhëna që kemi nga media. Po. Media besoj referohet deklaratës policisë. Informacioni zyrtar nga ana e policisë, patjetër. Agim, shkurtimisht, ke një koment për ngjarjen në Lezhë për të shkuar në pak reklama dhe për të kthyer me almën pastaj për të bërë edhe një krahasim mes Shqipërisë dhe Kosovës në standardet zgjedhore. Shiko, domethënë, ngjarje të tilla duhet sa më shpejt që policia të sqarojë, që mos jenë mbeten në amulli, domethënë në këtë pikë. Për sa kohë nuk kanë gjëra të jashtëligjshme, domethënë duhet të sqarohen sa më parë që mos të ketë një lloj ndikimi në këtë lloj raporti. Kështu që u sqarova shumë mirë që të kesh në makinë listë, mund të ketë kushdo listë. Çështja është a ke material kompromentues apo ke fakte që po blen po intimidon vota po ndikon në rezultat. Po të kishte flet votimi, ndonjë flet votim, ajo do të ishte jashtëligjshme, domethënë. Kurse lista secili subjekt politik i ka listat e votuesve të mundshëm potencial, domethënë që me ato punon, me ato bën fushatën. Ka disa materiale të cilat të japin një indicje se në fakt po punohet për të blerë vota, siç janë për shembull një shumë e konsiderueshme parash në makinë, siç janë zarfe me para brenda, makinë me emra sipër e tjerë me radhë, po të kesh listën e një qendre votimi nuk përbën, unë nuk gjykoj se përbën indicje për të arrestuar në kuadër të atyre që ne konsiderojmë krime zgjedhore, pra vepra penale. Ose njoftimi i policisë është i paplot, sepse ndoshta ajo listë ka... Jo, nuk ishte vetëm lista, ishte ngjarja makinës në gjyqje të dehur, kanosja që i bëjt... Gjithë të dehurit nuk janë kundër zgjedhjeve. Jo, kanosja që i bëjt... Ndërsa pengimi i zgjedhësve të tjerë ta zëm, të shkojnë për të votuar, sigurisht që kjo përbën pastaj shkelje. Kështu që mendoj që ky informacion që ne morëm tani nga policia është shumë i paqartë për të thënë që ka nevojë për më shumë detaje. Po, sigurisht. Shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi sërish në studio së bashku.